Ju ftojmë të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë, Armagedoni ekonomik që po vjen, Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës së Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij. Vladimir Putini e quajti një operacion special ushtarak. Pjesa tjetër e botës e quajti pushtimin më të madh toksor në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Në orët e para të datës 24 shkurt, shpërthimet filluan në të gjithë Ukrainën. Forcat të shumta ruse zbritën nga ajri me mira dhe u mblodhën me shpejtësi te aeroporti i Hostomelit. Forcat toksore u turrën në Ukrainë me qindra mira nga Rusia dhe nga Bielorusia. Duke folur për televizionin kombëtar rus, Putini ofroi shumë justifikime për operacionin e tij dhe i paralajmëroi kombet e tjera që të mos ngatroheshin. Dhe nëse ngatroheshin, do të kishin pasoja që nuk i kishin parë kurrë dhe filloi të vringëllinte shpatën nëse e kuptoni ç'duhet të them. Tani që kthejmë kokën pas e kuptojmë se e kemi parë natyrën e tmerrshme të luftës. 18 muajt e parë të luftës së plotë mes Rusisë dhe Ukrainës sollën gati 500.000 ushtarë të vrarë ose të plagosur nga të dy anët. Sipas Agjencisë së Emigracionit në Kombet e Bashkuara, më shumë se 3 milion civil u shpërngulën nga Ukraina, me më shumë se 6 milion refugjatë të tjerë të detyruar të arratisen te kombet fqinje përgjatë Evropës dhe përreth globit. Gati 15 milion Ukrainas kishin nevojë për ndihmë humanitare përfshirë këtu ata që nuk kishin ushqim të mjaftueshëm. Lufta është diçka e tmerrshme, është diçka e shëmtuar. Kjo është vetëm një panoramë e kësaj. Nëse shkojmë në linjën e mesme, mund të shohim se çfarë po ndodh në Gaza. Lufta është një barë mbi njerëzimin. Civilë rusë kanë pësuar gati poajsa dhe ata Ukrainas. Shumë njerëz mendojnë se kjo ka goditur vetëm Ukrainën dhe ushtarët e saj, por ekonomia ruse është lëkundur. Shumë ushtarë rusë janë vrarë, shumë bashkëshortë dhe baballar nuk do të kthehen në shtëpitë e familjet e tyre. Këto janë pasojat. Ky është realiteti i tmerrshëm që e quajmë luftë. Dhe shpeshherë njerëzit më pyesin, a mendon se do të kemi ndonjëherë paqe? A do të ketë ndonjëherë kohë paqeje në këtë botë? Është bërë një studim që më duket vërtet interesant. A ka pasur ndonjëherë paqe? Deri tani gjasat janë shumë të pakta. Këto 3400 vitet e fundit ka patur vetëm 260 vjet paqe. Kjo do të thotë se në 92% e historisë së njeriut jemi detyruar të durojmë spektrin e luftës. Në historinë e ditëve tona gjërat janë bërë edhe më keq. Edhe në një kom paqësor si Shtetet e Bashkuara, ne kemi përballuar 2 luftra botërore, një luftë të ftohtë, luftën në Kore, luftën në Vietnam, 2 luftra në lidhje me Irakun, një luftë në Afganistan, luftën kundër terrorizmit dhe atë që po ndodh tani në mbar botën. Njerëzit pyesin, pse duhet të kemi luftra, çfarë shkakton luftën? E dini përgjigjja për këtë pyetje na paraqitet shumë qartë në librin e Jakobit. Sapo ta lexoni, nuk do t'ju duhet ta bëni më kurrë këtë pyetje, ja se ç'thuhet aty. Nga vijnë luftrat dhe grindjet te ju? A nuk vijnë nga pasionet që luftojnë? Ndër gjymtyrët tuaja ju lakmoni dhe nuk keni, ju vrisni dhe keni smir dhe nuk fitoni gjë. Ju ziheni dhe luftoni. Biblia thotë se lufta vjen nga zemra juaj. Zemra e rënë e njerëzimit e shpjegon sepse dështojmë për paqen. Por a do të jetë gjithmonë e vërtet kjo? Gjatë luftës së parë botërore, C.S. Lewis u dërgua në vijën e frontit në Francë, ishte 1917. Pas disa javësh ai u ushtruar në spital me ethet e llogores dhe në kohën kur doli nga spitali, ai menjëherë u kthye në vijën e parë të luftës, ku 2 muaj më vonë u plagos në 3 vende të ndryshme nga shpërthimi i një predhe që vrau menjëherë shterin që ishte ngjitur me të kur shpërtheu. Nuk është çudi që Lewis i mbajti me vete këto përvoja për gjithë pjesën tjetër të jetës. Ashtu si ata prej jush që kanë qenë në luftë i mbanin mbi supe përvojat tuaja.
Ai e ka shprehur me këto fjalë: "Shumë kujtime të luftës së fundit më kanë përndjekur ëndrat për vite me radhë. Shërbimi ushtarak që t'jemi qartë përfshin kërcënimin e çdo ligësie të përkohshme, dhimbjen dhe vdekjen që i kemi frikë nga smundjet, izolimin nga ata që i duam, që i sjell frika nga mërgimi, puna e rënd nga padron të pamëshirshëm, padrejtësi dhe poshtërim, që i kemi frikë nga skllavëria, urin, etjen dhe ekspozimin, që i kemi frikë nga varfëria. Unë nuk jam pacifist", shkruan ai. "Nëse duhet të ndodh, duhet të ndodh. Por mishi ishte i dobët dhe egoist dhe unë mendoj se vdekja do të ishte shumë më mirë se sa të jetosh një luftë tjetër. Shumë prej nesh mendojnë se lufta është një ndërprerje e jetës, por a është lufta gjithmonë e dëmshme? Sigurisht që është, lufta është gjithmonë e dëmshme. A është shkatruese? Padyshim. A përfshin lufta gjithmonë koston e një barre shumë të rëndë për të mbajtur? Padyshim që po. Por a është lufta gjithmonë e gabuar? Jo. Unë nuk do të harroj kurrë herën e parë që lexova këtë deklaratë nga John Stuart Mill. Dëgjoni se çfarë shkruan ai. Lufta është një gjë e shëmtuar, por jo më e shëmtuara e gjërave. Gjendja e kalbjes morale dhe ndjenja patriotike që mendon se lufta nuk ja vlen për asgjë, është më keq. Njeriu që nuk i intereson asgjë tjetër më shumë se siguria e tij personale, ai njeri është një krijesë e mirë dhe nuk ka mundësi që të jetë i lirë nëse nuk çlirohet nga ata që janë më të mirë se ai. Kur mendoj për këtë deklaratë, me shumë mundësi, nuk jam shumë larg mendimit tuaj kur ju pyes: a ka mjaftueshëm guxim personal për të luftuar për ëndrrën amerikane? Po sikur sot të ndodhte një luftë që do të kërkonte rekrutime dhe jo vullnetar. Kur unë isha i ri në universitet, më desh që të regjistrohesha. Nuk më thirrën sepse isha student për studime biblike dhe nena të çlironin nga detyra. Por shumë miq të mi shkuan në luftë, disa prej tyre nuk u kthyen dhe të gjithë e dini se për çfarë kam fjalën. Ka shumë arsye sepse lufta mund të jetë e nevojshme. Janë të gjitha të trishta, por janë të nevojshme. Dhe nuk e di nëse e keni lexuar këtë në Bibël, por ajo flet shumë për luftën. Para disa vitesh kam shkruar një ese me titull "A është lufta ndonjëherë në vullnetin e Perëndis" dhe u shtan nga vërtet, kur zbulova se sa shumë thot Bibla për luftën. Mojsiu ju bind urdhrit të Perëndis për të sulmuar mbretër dhe drejtues pagan. Ja se çfarë na thot Bibla te ligji i përtërir, kështu Zoti Perëndia ynë na dha në dorë edhe Ogun, mbretin e Bashanit, me gjithë njerëzit e tij dhe ne e mundëm atë pa lënë gjallë asnjë. Në atë kohë pushtuam tërë qytetet e tij, nuk pati qytet që nuk ra në dorën tonë. Nëse lexojmë librin e Josueut, mësojmë se Josue ishte një drejtues i madh ushtarak në dhjetën e vjetër dhe ai qëndroi në brigjet kryesore të Kanaanit me urdhrin nga Perëndia për të futur dhe për ta pushtuar atë. Dhe Perëndia i dha udhëzime shumë specifike, i tha atij: "Vrit çdo të mbijetuar, mos lër asnjë të mbijetuar në kampet e Kanaanejve." Njerëzit pyesin sepse do ta bënte ai këtë. Nëse e studioni, do të zbuloni se Kanaanejt ishin njerëzit më të ligjë që kanë ecur mbi tokë. Dhe Perëndia nuk do të rrezikonte që ligësia e tyre të depërtonte në linjën hebraike të gjakut dhe të ndryshonte qëllimin e tij për ta. Por e trishtueshme është që ushtarët nuk bën atë që Perëndia u tha. E mbaj mend kur e kam lexuar, mendoj se është e kapitulli 15 i Josueut, ku na tregohet se çfarë u tha Perëndia të bënin, shkoni dhe bëni këtë, dhe pjesa e vargut thot: ata nuk i dëbuan Kanaanejt. E bën shumë herë, mbase 10 herë, por nuk i dëbuan Kanaanejt. Pasazhi del nga tema për të na treguar se çfarë u tha Perëndia të bënin dhe ata nuk e bën. Dhe e dini se çfarë? Për gjithë jetën e tyre, njerëzit që ata nuk i dëbuan mbetën kërcënim për ta. Nëse do të kishin bërë atë që u tha Perëndia, nuk do të kishin kaluar gjitha të dhimbje, por ata nuk e bën. E dini kush e bëri? Vetëm një njeri, Kalebi. Kalebi mori vendin më të vështirë dhe i dëboi të gjithë armiqt. Perëndia e bekoi atë, sepse ai u tregua i bindur. Libri i zbulesës na e përshkruan çastin në fund të mundimit të madh, kur Jezusi rikthehet si luftëtari madhështor. Ai drejton ushtritë e tij në një luftë të ashpër kundër gjithë atyre që e kundërshtojnë mbretërimin e tij të drejtë. Zbulesa thot: edhe pash bishën, dhe mbretërit e dheut dhe ushtritë e tyre të mbledhura që të bënin luftë kundër atij, që kalironte kalin dhe kundër ushtrisë së tij. Dhe të tjerët u vranë me shpatën që dilte nga goja e atij që kalironte kalin, dhe të gjithë shpendët u ngopën me mishrat e tyre. Tani asnjë nga këto nuk është e bukur dhe as e gëzueshme. Mua më pëlqen ta lexoj këtë, po aq pak sa më pëlqen të shoh shtëpitë e djegura në Ukrainë.
Por ky është realiteti. Lufta është me ne. Megjithatë, në vend të luftës, po vjen një kohë paqeje, dhe pikërisht për këtë dua t'ju flas sot. Dikush ka vëzhguar se në Washington DC kemi një gamë të gjerë monumentesh paqeje. Kjo jo për shkak se ne e çmojmë paqen, por sepse kemi ndërtuar një monument pas çdo lufte. Dhe mendoni për drejtuesit e mëdhenj të historisë. Shumë shpejt do ta bëni lidhjen se shumica e tyre u bën aq të çmuar për të futur në libra për shkak të pjesëmarrjes në luftë. Shumë prej drejtuesve të kombit ton dhe të botës, faraonët ishin mjeshtra të luftës, përfshirë edhe Ramsesin, Kirin dhe Darin. Nëse shikoni historinë do të zbuloni se shumica e njerëzve që kanë bërë gjëra madhështore ishin njerëz që kanë prodhuar luftë. Napoleoni, George Washingtoni, Abraham Lincolni, Winston Churchilli, të gjithë ata e kanë përdorur luftën si mjet për të arritur qëllimet e tyre. Por ka një drejtues që nuk e bëri këtë, dhe ky është Jezusi. Sapo të themelohet 1000 vjeçari, ajo periudhë të cilën ne me zi e presim, mbretëria e Krishtit do të shfaqet mbi dhe do të jetë një mbretëri e paqes, dhe Bibla thotë se nuk do të ketë më luftra. Mendoni për këtë për një çast se si do të ishte nëse nuk do të kishte më luftra. Së pari kemi paqe nga Perëndia siç e kemi parë gjatë asaj periudhe dhe tashmë e kemi shqyrtuar gjatë studimeve tona. Në univers do të mungoj një individ dhe ky individ do të jetë Satani. Ai do të lidhet dhe do të hidhet në pusin e umnerës dhe nuk do të ketë më ndikim mbi luftrat dhe nuk do të mund t'i bëj luftrat më keq nga sa janë. Psalmisti e përshkruan Zotin kështu: ai bën që të pushojnë luftrat deri në skajet e tokës, ai prish harqet dhe thyen shtizat dhe djeg qerret me zjarr. Sipas shkrimit, kur të shkojmë te kjo epokë e art që po vjen, Perëndia do t'i jap fund çdo lufte. Ai nuk do t'i përfundoj luftrat vetëm në 1 ose 2 kontinente. Ai i ndalon ato deri në skajet e tokës. Ai do t'i thyejë instrumentet e luftës dhe do t'i hedh ato në zjarr. Lufta do t'jetë diçka e së shkuarës. Psalmi 72 shkrua nga Solomoni me rastin e kurorëzimit të tij. Ky psalm duhet ishte lutje e popullit të Perëndisë në emër të mbretit të tyre. Ja se çfarë na thot ai: në ditët e tij i drejti do të lulëzojë dhe ka për të patur shumë paqe derisa të mos ketë më hënë. Gjatë epokës së art që po afron, paqja do të lulëzojë. Unë nuk e di nëse dini këtë, por 1000 vjeçari do të kthejë mbrapsht mallkimin. Është çdo gjë që Perëndia kishte e qëllim për botën derisa njeriu më katoi. Perëndia do të rikthejë të gjitha këto dhe gjatë 1000 vjeçarit do të ketë një lloj përsosmërie edhe pse jo e plot, dhe paqja do të mbretërojë aty ku tani mbretëron lufta. Një bollëk me paqe, Perëndia do të derdh paqen mbi të gjitha kombet e tokës. Isaia e përshkruan në këtë mënyrë: pasojë e drejtësisë do të jetë paqja, rezultati i drejtësisë qetësia dhe siguria për jetë. Populli im do të banojë në një vend paqeje, në banesa të sigurta dhe në vende të qeta pushimi. Pra efekti i mbretërimit të Jezusit do të jetë qetësia dhe paqja. Dëgjoni pak të varg, paqja e Perëndisë, paqja e madhe do t'u pasohet edhe fëmijëve tan. A nuk e duam të gjithë këtë? Tërë bijtë tu do të mësohen nga Zoti dhe e madhe ka për të qenë paqja e bijve të tu. Unë e di që njëra prej gjërave që flasim në brezin tim është kjo. Mendoj se do të jemi mirë. Ne do ta kalojmë këtë dhe do të jemi larguar nga këtu përpara se gjërat të bëhen keq. Por ne i duam fëmijët tan dhe niprit tan. Kam dëgjuar shumë prej jush të thonë: unë kam vërtet frikë për fëmijët dhe për niprit e mi, dhe nëse nuk e ndalojmë këtë që po bëjmë tani. E po Bibla thotë se kur të arrijmë në këtë pikë, të mos shqetësohemi më për fëmijët tan, sepse të gjithë fëmijët do të kenë paqen e madhe. Çfarë gëzimi do të jetë ky për të gjithë ne? Pra kemi paqen nga Perëndia dhe pastaj Mikea na flet për paqen mes kombeve. Profeti Mikea ishte vërtet plot me ngjyra në portretizimin e paqes së paprecedent gjatë sundimit të Jezusit. Ai thot: por në kohët e fundit do të ndodhë që do të vinë shumë kombe dhe do të thonë: ejani të ngjitemi në malin e Zotit dhe në shtëpinë e Perëndisë së Jakobit. Ai do të na mësojë rrugët e tij dhe ne do të ecim në shtigjet e tij, sepse nga Sioni do të dalë ligji dhe nga Jeruzalemi fjala e Zotit. Qëllimi i mësimeve të mbretit Jezus do të jenë udhëzimet për jetën e njerëzve, që ata do të mund të ecin në përputhje me Perëndin. Prania e tij e fuqishme, mesazhi i tij bindës, do të transformojë mendimin dhe sjelljen e miliona njerëzve. Njerëzit nuk do të kërkojnë më pushtime. Tani do të kërkojnë paqe.
Pastaj Mikea na përshkruan pasojat e mbretërimit të Jezusit. Ai ka shkruar atë që është bërë një nga profecitë më të famshme për 1000 vjeçarin në Bibël. Ja çfarë shkruan. Mikea 4:3. Ai do të jetë gjyqtari midis shumë popujve dhe do të jetë arbitri midis shumë kombeve të fuqishme dhe të largëta. Dëgjojeni këtë, me shpatat e tyre do të farktojnë plore dhe me ushtat e tyre draprin. Një komb nuk do të ngrejë më shpatën kundër tjetrit dhe nuk do të stërviten për luftë. Në këtë përshkrim të fuqishëm, Perëndia ulet si gjykatësi përfundimtar i botës. Ai largon çdo arsye për luftë, ai qorton ata që janë gabim dhe armët e shkatrimit do të shkrihen dhe do të krijohen mjete për përdorim bujqësor. Përgjatë 1000 vjeçarit, jeta do të ruhet dhe rritet dhe jo të merret dhe të shkatrohet. Biblia është e mbushur plot me profeci për një epokë paqeje që po vjen dhe do të jetë një kohë, dëgjoni këtë, ku lufta do të jetë tërësisht e panjohur. Asnjë fabrik armatimesh nuk do të punojë. Asnjë ushtar apo marinar nuk do të ketë uniform. Asnjë kamp ushtarak nuk do të ekzistojë dhe asnjë qindark nuk do të shpenzohet për armatime luftrash. Nuk do të ketë buxhete për luftën, as buxhete për mbrojtjen, as buxhete për sulme. E përfityroni dot një epokë të tillë, kur të gjitha kombet do të jenë në paqe të përsosur. Të gjitha burimet e mundshme që do të përdoreshin për luftë, do të përdoren për kënaqësi, shëndet. Të gjitha industri do të angazhohen për artikujt e një historie paqësore. A është e mundur kjo? Jo tani. Por po vjen një ditë kur mbreti Jezus, ju kujtohet si është një nga emrat e tij, ai është princi i paqes. Ai do të ulet në fronin e Davidit dhe ai do të mbretërojë dhe do të ketë paqe të vërtetë për 1000 vjet. Dhe pastaj do të ketë paqe në natyrë, sepse ju do të niseni me gëzim dhe do t'ju kthejnë në paqe. Malet dhe kodra do të shpërthejnë në britma gëzimi për para jush. Wow! Dhe tërë drurët e fushave do të duartrokasin. Në vend të ferrave do të rritet selvia. Në vend të hithrave do të rritet mërsina. Kjo do të jetë për Zotin një titull lavdie, një shenjë e përjetshme. A do të këndojnë vërtet malet dhe a do të duartrokasin pemët? Jo, ky është një simbol që na është dhënë nga profeti për të na ndihmuar të kuptojmë se kur paqja të mbretërojë në tokë, kjo padyshim që do të ndikojë edhe në natyrë. Unë nuk pres që të dëgjoj malet të këndojnë apo të shoh pemët që duartrokasin, por në atë kohë të veçantë paqeje kur Krishti të jetë në fron, ne do të kemi një tjetër atmosferë, ne do të kemi një tjetër ndjesi. Ne do ta kuptojmë që jemi në një tokë të mbrojtur nga ai që na do aq shumë dhe që vdiq për ne në kryq. Transformimi i botës që do të pasojë largimin e mallkimit do të jetë i dukshëm. Ky është një përshkrim i asaj që do të ndodhë gjatë mbretërimit 1000 vjeçar të Krishtit. Dhe Biblia na thot, do të bëjë që të dalin lumenj mbi kodrat e zhveshura dhe burime në mes të luginave, do ta bëjë shkretëtirën një liqen uji dhe tokën e thatë burim ujërash, do të mbjellë në shkretëtir kedrin, akacien dhe vazhdon. A nuk është interesante se kur Biblia flet për paqen gjatë 1000 vjeçarit, ajo thekson peizazhe të gjelbërta, kopshte të zbukuruara, liqene plot me ujë. Çfarë atmosfere paqeje që është kjo? Duket si vendi ku duam të shkojmë me pushime. Dhe pastaj do të kemi paqe mbi gjithë Izraelin. Një nga pasazhet qendrore të Biblës mbi epokën e ardhshme që po vjen gjendet te Isaia kapitulli 60. Ja se çfarë thuhet në vargun 18. Nuk do të dëgjohet të flitet më për dhunë në vendin tënd, as për shkatrime dhe rënoja brenda kufive të tu, por ti do t'i quash muret e tua shpëtim dhe portat e tua lavdërim. Dhe për një tokë që ka njohur kaq shumë dhunë dhe shkatrim në historinë e saj, çfarë çlirimi do të sjellë kjo? Në mbretërinë e ardhshme të Mesias, mujshia, mësymjet, abuzimi, neglizhimi dhe vrasja do të jenë të padëgjuara brenda kufive të Izraelit. Dhe jo vetëm kaq, por në Izrael do të ketë edhe shumë këngë. Unë nuk e di nëse keni vënë re këtë, por kur të futemi në Sion atë ditë, këtë do ta bëjmë me këngë lavdërimi. Prandaj duhet të bëjmë që tani praktik për këtë. Biblia na thotë se kur të futemi në 1000 vjeçar do të këndojmë shumë. Prandaj mos më thoni që nuk keni zë të bukur dhe mund të bëni vetëm zhurma të gëzueshme. Kur të shkojmë aty mendoj se do të na rregullohet zëri në mënyrë që të këndojmë. Shpresoj që po për hir të grave tona. Por ne do të këndojmë shumë në 1000 vjeçar sepse do të jemi në paqe. Ne do të jemi të mbushur me gëzimin e Zotit kudo ku do të shkojmë. Biblia thot se kur Zoti të vijë,
Këmba e tij do të prek malin e ullinjve, e gjithë toka e Izraelit do të pësojë një ndryshim të plot, dhe një mal do të dalë nga Izraeli dhe do të jetë mali më i lartë në botë. Dhe në majtë të këtij mali do të ndërtohet tempulli i mijëvjeçarit të Ezekielit në 25 km2 dhe Biblia na thotë se do të ngjitet në rrugën e shenjtë për të parë Perëndin. Ne do të mund të shohim fronin e Perëndis përmes Jezus Krishtit dhe Princit David. Dhe çfarë gëzimi që do të jetë. Por në vend që të shkojmë në oqean gjatë fundjavëve, do të i themi njëri tjetrit, le të shkojmë në mal këtë javë dhe të shohim Zotin. Dhe pikërisht këtë do të bëjmë, dhe do të këndojmë gjatë rrugës, ne do të shkojmë në vendin ku Jezusi do të jetë në fron. Isaia e ka shkruar me këto fjalë, sepse kështu thot Zoti, ja, unë do të bëj që paqja ti arrijë si një lumë. Tani unë e kam ruajtur për të fundit një nga mendimet e mia të preferuara, sepse është gati e pabesueshme. Kjo paqe që Krishti sjell në mijëvjeçar ka për të shkatërruar armiqësitë mes kombeve. Dhe ka një pasazh në Shkrim që na mëson këtë dhe kur e lexojmë për herë të parë nuk na besohet. Ja se çfarë thuhet. Atë ditë do të ketë një rrugë nga Egjipti në Asiri. Asirët do të shkojnë në Egjipt dhe egjiptasit në Asiri. Dhe egjiptasit do të shërbejnë bashkë me asirët. Atë ditë Izraeli i treti me Egjiptin dhe me Asirin. Do të jetë një bekim në mes të rruzullit, Zoti i ushtrive do t'i bekojë, duke thënë i bekuar qoftë Egjipti, populli im. Asiria vepër e duarve të mia dhe Izraeli trashëgimia ime. Këta tre ish armiq, për të cilët flet Biblia, këtu do të bëjnë rrugtimin së bashku, që të bashkohen për të bërë punët që duhen bërë. Fjala e Perëndis, që është e vërteta e hyjnore dhe nuk mashtron, na e thot këtë. Më kujtohet të kem lexuar në një libër të W.A. Criswell mendimin e tij mbi këtë varg të veçantë dhe ja se çfarë thot. E përfytyroni dot diçka të tillë? Mendoni pak për vitet e urrëties që kur Ismaeli dhe Isaku krijuan për çmim për njëri tjetrin. Që nga ajo kohë deri më sot nuk ka patur kur një kohë që nuk ka patur luftë mes Izraelit dhe Arabëve, por do të vijë një kohë, thot Zoti, kur Zoti i ushtrive do t'i bekojë ata të gjithë, duke thënë: I bekuar qoftë Egjipti, populli im, Asiria, vepër e duarve të mia, dhe Izraeli, trashëgimia ime. Të gjithë ne, hebrejnë të shpëtuar dhe pagan të shpëtuar, do të jemi bashkë në atë mbretëri të lavdishme dhe përfundimtare të Zotit, dhe nuk do të ketë më armiqësi mes këtyre kombeve, dhe nuk do ta studiojmë më luftën. Pikërisht këtë na thot Shkrimi. Ka qenë një burr që quhet Hollis Godfrey, që ka shkruar një roman fantastiko-shkencor me titull Njeriu që u dha fund luftrave. Ai e botoi në vitin 1908 dhe historia ndjek një shkencëtar të çmendur që zbulon një lloj rrezatimi që mund ta shkrijë në çast metalin, dhe i vetmi njeri që zotronte këtë teknologji, ky shkencëtar kërkon që e gjithë bota të çarmatoset menjëherë dhe të çmontohen të gjitha armët e luftës. Ja letra që u dërgoi ai drejtuesve të çdo kombi. Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe gjithë kombeve të tjera, përshëndetje. Me që lufta për shumë kohë e ka shkatruar tokën dhe tani ka ardhur koha për paqe, prandaj unë, njeriu i destinuar për t'i ndaluar të gjitha luftrat, ju deklaroj që gjithsecili prej jush të çarmatoset, që ushtrit tuaja të shpërndahen, anijet tuaja të mbyten ose të kthehen për qëllime paqeje, fortifikimet tuaja të shkatrohen, që sot do t'ju lejoj vetëm një vit kohë të çarmatoseni, as një ditë më shumë. Në fund të afatit, nëse nuk i është kushtuar rëndësi urdhrit tim, unë do të shkatroj me shpejtësi të madhe çdo luftanie të botës, dhe brenda 2 muajve ju do të kuptoni se fjalët e mia janë fjalë të vërteta, shkruar dhe vulosur nga vetë unë. Tani romani vazhdon dhe ngjarjet bëhen interesante. Sigurisht është gjithçka trillim. Ai nuk ka fuqi për ta bërë këtë, edhe nëse do të kishte shpikur diçka të veçantë. Por kjo na tregon një gjë, që po vjen ai që mund ta bëjë këtë. Dhe ai është shpëtimtari ynë, mbreti ynë, Zoti Jezus Krisht. Ai do t'u jap fund gjithë luftrave. Ne nuk do ta studiojmë më luftën. Ne do të çmontojmë të gjitha mjetet e luftës dhe do t'i bëjmë vegla bujqësie. Dhe për 1000 vjet ne do të jetojmë në këtë tokë në paqe me njëri tjetrin. Nuk do të ketë kryengritje.
dhe as luftra. Ekziston një lloj lufte që shumë prej nesh janë të vetëdijshëm. Nuk është një luftë në botë, është lufta që bëhet në zemrat tona. Dhe Biblia ka diçka për të thënë dhe për këtë. Biblia thotë se në zemrën tonë ekzistojnë dy energji, është armiku që quhet Satan, që kërkon të na marrë në mbretërinë e tij, dhe është Jezus Krishti që do që të shkojmë të jemi me të. Disa prej jush e kanë luftuar këtë luftë. Ju e dini se ju duhet jeni të krishterë, por vazhdoni që të tërhiqeni në botë. Perëndia ju ka krijuar me një hapësirë në zemrën tuaj që i përket vetëm Perëndisë. Derisa ta lejoni atë që ta zër dhe ta ketë atë vend, ju do të jeni gjithmonë në luftë. Nuk keni pse të bëni luftë, ju mund të bëni paqe me Perëndin. Ju a kanë thënë këtë? A keni bërë paqe me Perëndin? Ju mund të bëni paqe me Perëndin, sot dhe lufta do të marrë fund. Dhe me qëra fjala, ju të krishterë, nëse lexoni Romakëve 7, do të mësoni se edhe në zemrat tuaja si të krishterë bëhet një luftë sepse ju keni natyrën e vjetër dhe natyrën e re. Lufta është diçka që ndodh në zemrat tona. Derisa të vendosim Jezus Krishtin në fronin e zemrës sonë, ne gjithmonë do të jemi në luftë me Perëndin. Prandaj sot dua t'ju pyes, siç kam bërë me besnikëri gjatë këtyre javëve të fundit. A e keni marrë këtë vendim? A është Jezus Krishti tani në fronin e jetës suaj? Apo po e drejtoni vetë jetën tuaj? Mund t'ju a them si është, kur ju e drejtoni vetë, nuk do doni ta bënit këtë. Vendoseni Jezusin në kontroll dhe shikoni ç'do të bëjë ai, që do të sjellë paqe në zemrën tuaj pikërisht tani. Nuk keni pse të prisni për paqen e zemrës deri në 1000 vjeçar, mund ta keni sot, nëse e vendosni Krishtin, princin e paqes, në fronin e jetës suaj. Faleminderit që ishit me mua sot në moment vendimtar. Sa më shumë që e studiojmë fjalën e Perëndisë, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse ju do doni që të filloni një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën e Perëndisë për shpëtimin, do të fillojë udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë e re në Krishtin. Nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që ta ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo te një kishë zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft ndërsa filloni ecjen tuaj me Perëndin. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër këtu në Moment Vendimtar. Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.